Kadastri i Vlorës vijon të mbetet gangren për qytetarët. Në hyrje të saj, 10 qytetarë kërkojnë për çdo ditë zgjidhje të problematikave dhe shqetësimeve të tyre, por pa gjetur ende zgjidhje. Problemet me pronësinë e tokës, të banesave apo dhe legalizimeve janë shqetësimet e përditshme të qytetarëve të Vlorës. Në pritje për ditë e javë të tëra, vetë këtë fundit shprehen të zgënjur nga situata e krijuar, ndërsa në intervistat e tyre për Blu Televizion pranojnë se pavarësisht premtimeve nuk kanë marrë ende asnjë zgjidhje. Prej sa kohësh vjen në kadastër? Ose çfarë problemi ke këtu? Ja, të do ta them unë ja. Kam 30 vjet i kam bërë shtëpi dhe s'kam marrë legalizimin. Kam dërë djersën e vetime, djersën e djemet, edhe nuk di se ku jam. Këtë rrugë dua na shteti, se shteti lë këto gjëra. E qoli, 24 maj. E çfarë viti ke ndërtuar? U që në 2006. Se kanë legalizuar. Po jo, ja këtu, përndaj po rri këtu. Përndaj po vi këtu, të pres në një drejtora, në një drejtor të ankojmë. Bile kam bërë shkrese me zarfe, kam vajtë në lartë të bashkia, bëra i shkres atje, do të u kthej përgjigje. Kështu nuk na sqaron njeri. Vim këtu ai thot mos shko. Vim atë për tashinë. Çfarë problemi ke? Po dua të ashtu, kam një tokë atje në Zenisë, dua ta refuzoj, nuk e dua të jap shtetit, nuk e dua as fëmijët as unë. Po nuk, ore dua të ja fal shtetit, nuk e dua. Po ku sqaroj, mamano, më çon do të më në vend ore. Sa ku keni vini? Një muaj, 2 muaj nuk vjen këtu, nuk ka sqarim. Sot dalet Vimondi, dalet dhe ky, ai s'vjen, është në Tiranë, është në Durrës. Edhe kaq. Ore kjo është mëkat, kjo nuk e di çfarë them. Unë kam problem për marrjen e tokës së prosim. Për aktin e tokës së prosim kam një parcel nuk ma kanë hedhur. 3 cm. Këtu i kam për esave ta më 22 e kazakit, se del mangut. Kam marrë erda të prendë në një derim drejt, kam marrë sot prapë në mëngjes, presim çokolin në drejtorin. Çfarë i thon? Urdhë? Çfarë i thon? Se kem takuar. Rrim këtu portieri thot, do vi në drejtorit, sqaron në drejtorin. Ai s'ka ardha kon, kemi ardhur në orën 7 e presim në drejtorin. Na vjen çfarë Për problemi? tokën. Kemi edhe këtu kadastër, do dalën sot, do dalën nesër. Po vim, ato në drejtoj son këta nesër kemi se njëm se kush është, se në këtu. Nuk dim çfarë të bëjmë. Sa kohë keni vini? Po bëjmë një 20 ditë po një. Erdhëm djem, se Nga të vini? unë nga Babice Madhe. Kam tokën, e kam edhe kadastër, duhet ashtu tokën me fëmijë, se i mirë ndava me të tjerë. Prandaj, i hodhëm, morëm dhe notere, i hodhëm me notere. Çu kanë dhënë zgjidhje? S'na kanë zgjidhje. Ne si bëjmë dava dhe me atë që kemi kufi, edhe me veten. Ne që nuk dim zgjidhjen. Unë kam një problem me fjalë që kam 8 muaj që kam lënë punën në Itali për të ardhur për të ndjekur një 2 probleme që kisha tek shtëpia me fjalë. Ku shtëpia i shimja nga 59-ta, po kemi probleme i fjalë që desha të bëj ato borin përpara me fjalë ashtu. Dhe nuk bëhen, thotë se jo janë gaturuar dokumentat, jo ajo, jo kjo, njerë do bëhet, njerëz do bëhet. Tu s'u kanë dhënë zgjidhje? Po na thonë që shko se do bëhet, po nuk po bëhet. Unë jo punën që e humba në Itali, po humbas edhe familje. Se po më thonë fëmijët me fjalë nusjat ashtu ça po bën ashtu me fjalë koloni. Po u shpjegoj me fjalë se shiko se këta po më thonë po me fjalë ashtu, po unë nuk po dal dot në nuk po gjej zgjidhje. Dhe duhet një rigj me fjalë që të vit më thot me fjalë që ashtu me fjalë vit bëj matje të njëri tjetër me fjalë për këtë problem këtu. Ne kemi shumë problem shumë madh. Çfarë problemi keni? Kam një konflikt interesi, njëri nga Niprit, edhe më kam presu testamentin. Edhe kërkoj një gazetar investigativ për të hyrë në zyrë, dokumentat i kam me vete, të paraqes që letrat që paraqes pala tjetër nuk përshtaten me faktin në terren. Çfarë u kanë thënë? Edhe fola një ditë me u paraqeta mbasqit e një punojse, e kam edhe shënimin këtu. Erdha të ky nëndrejtori Sokoli, më priti mirë. Edhe më tha do të them përgjigje. Cili është problemi ju zotëri? Kam një konflikt pronësie shtëpie, më kanë prish testamentin e shtëpisë. Kush e ka prish? ZRPP-ja këtu kadastër, kjo zyra këtu. E kisha një herë, që ku ka dalë certifikata, ka dalë me probleme. Në vend të dilte në bazë testamentit, doli në bazë të aktit trashëgimnis. Hamdi,
Akti trashëgimisë bëhet pas vdekjes. Edhe unë di që i vdekuj nuk flet. Që të thot kaq pjesë njëri e kaq pjesë tjetri. Sa zënë që për të qeshur babaj. Edhe Këtu s'keni gjetë zgjidhje. po nuk kam gjetur zgjidhje dhe kërkoj me kam lagu në gryk. Problemi është jemi në konflikt edhe mund të ndodhë në një, mos thonë nëse voja. Ka arritur puna deri atje se unë jam dhe i simurë, do vdes zot lëv fëmijët me probleme. Një situatë e cila vijon të përsëritet pranë institucionit të kadastrës në Vlorë, qytetarë që i drejtohen për çdo ditë këtyre ambienteve, me shpresën se do të arrijnë të marrin shërbim dhe zgjidhje, por që në fakt sipas tyre asgjë nuk ka ndryshuar. Një certifikat pronësie apo legalizimi që zgjat prej vitesh, duke sjellë dhe humbjen e besimit të vetë qytetarëve tek ky institucion.